Në Komisionin Qendror Zgjedhor sot u vendos për shkatërimin e materialit zgjedhor nga zgjedhjet për Kuvendin e Kosovës të mbajtura më në shkurt, kështu këtu përfshin dhe flet votimet, listat e votuesve, formularët e rezultateve të subjekteve dhe të kandidatëve, ndërkaq materialet që janë pjesë e hetimin nga organet ligjzbatuese do të ruhen deri në përfundim të procedurave përkatëse. Në mbledhjen e sotme KQZ miratoi dhe rekomandimin që në zgjedhjet e ardhshme lokale, persona që mbushin 18 vjeç në ditën e votimit të përfshihen në listën e votuesve, ndërsa do të hiqen nga lista ata të cilët kanë hequr dorë nga shtetësia. Ndërkohë në oborin e QKUK-s tashe 2 ditë kush nuk pagoi asnjë cent në hyrje dalje të këtij institucioni shëndetësor. Kjo pasi laurat u lanë të hapura në mungesë të materialit për tiketat pagesës. Dikush hutohet e ndalët